Cila është padrejtësia më e madhe që mund të ban njeriu në dunja? Njeriu me padrejtësinë e tij I kalon edhe kafshëve. Atë që nuk e bajnë egërsirat, e ban krijesa njeri. A mund të ndodh që padrejtësia të lejohet në ndonjë rast? A ka ndonjë gjuna që Allahu nuk e fal? Ju të gjithë jeni të uritur, Allahu ju ushqen. Sa duhet me punu ti për me pas mundësi me marrë frim? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e fjalëve më të mira, fjalëve më të zgjedhura, fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat ka nevojë besimtari çdo herë gjatë gjithë jetës së tij që të merr prej asaj diturie e cila zbret, e cila vjen nga Allahu azza wa jall, të mëson prej saj, të jeton me te, të praktikon atë me shpresë që të arrin shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Jemi në vazhdim në hadithin e radhës, në një hadith I cili është madhështor, një hadith I cili është shumë I madh, një hadith I cili është shumë përmbledhës me dobi të shumta edhe të mëdhaja që ne si besimtar të marrim mësim prej tij dhe të mundohemi ta kemi parasysh në bindjen, në besimin ton dhe gjithashtu në jetën, në praktikën ton. Këtë hadith bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmeton Abu Dharri radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili transmeton nga Allahu azza wa jall se Allahu ka thënë. Pra bëhet fjalë për një hadith I cili është hadith qudsi. Çka nënkuptojmë me hadith qudsi? Hadithi qudsi janë ato fjalë të cilat vijnë nga Allahu azza wa jall, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përcjell ato kuptimin e asaj që vjen nga Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjell me fjalët e tij. Pra hadithi qudsi, kuptimi është nga Allahu, fjalët, përpilimi është nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe kështu dallon nga Kur'ani. Kur'ani, fjalët janë nga Allahu, kuptimi është nga Allahu, çdo shkronjë është fjala e Allahut e kështu me radhë. Hadithi qudsi, kuptimi është prej Allahut, kuptimi atyre fjalëve, mirë po përpilimi I fjalive, fjalët që I përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë që I ka kombinuar apo I ka thënë vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke përcjell kuptimin e fjalëve të Allahut azza wa jall. Pra hadithi qudsi dhe Kur'ani dallojnë në disa aspekte. Kur'ani është sfidë që njerëzit nuk mund të sjellin qoftë edhe një ajet të Kur'anit, që hadithi qudsi nuk është sfidë. Me Kur'an falet namazi, me hadith qudsi nuk mund të falet namazi e kështu me radhë. Hadithi qudsi
kuptimi nga Allahu, fjalët nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po në përcjelljen e tij zakonisht thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot atë që e transmeton nga Zoti i tij, nga Allahu azza wa jall. Pra në këtë hadith an Abi Dharr radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال. Pra nga Abu Dharri radiyallahu anhu transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili transmeton nga Zoti i tij, nga Allahu azza wa jall, se Allahu azza wa jall në këtë hadith qudsi thot: Ja ibadi, Allahu azza wa jall na drejtohet të gjithëve, o robërit e mi. Dhe kjo shprehje, kjo fjalë do të vijë në këtë hadith disa herë. Allahu azza wa jall na thret të gjithëve, o robërit e mi, që ne t'i kushtojmë rëndësi dhe t'i kushtojmë vëmendje. Çka na thot Allahu azza wa jall? Në çka na thret Allahu azza wa jall? Çka na tregon Allahu azza wa jall në këtë hadith qudsi? Ja ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allahu azza wa jall thot: o robërit e mi, unë ja kam bë haram vetes time pa drejtësinë, dhe e kam bë haram edhe ndaj jush apo ndërmjet jush pa drejtësinë, andaj mos bani pa drejtësi. Allahu azza wa jall i andaloi vetvetes pa drejtësinë. Allahu azza wa jall është i drejti absolut, i cili nuk i ban dam, nuk i ban pa drejtësi askujt. Allahu azza wa jall nuk i ban pa drejtësi askujt, i andaloi vetvetes. Pastaj u andaloi edhe njerëzve që të bëjnë pa drejtësi. Andaj pa drejtësia në mesin e njerëzve mund të bëhet në mënyra të ndryshme dhe mund të vije në lloje të ndryshme, derisa pa drejtësia më e madhe është rreziku më i madh që mund t'i kanoset njeriu. Cila është pa drejtësia më e madhe që mund t'a ban njeriu në dunja? Pa drejtësia më e madhe është shirku. Allahu azza wa jall tha në Kur'an: inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është zullumi, padrejtësia më e madhe, me i bë shok Allahut azza wa jall, dhe ky është rreziku më i madh. Pastaj gjithashtu njeriu i bën padrejtësi vetvetes me çfarë? Me gjunahe të ndryshme. Me gjunahe njeriu i bën padrejtësi vetvetes, e pastaj padrejtësia mund të kalon në mënyra të ndryshme, në raste të ndryshme, ndaj njerëzve të ndryshëm. Dhe sot e shohim padrejtësinë në sa aspekte të jetës tonë. Sa prej njerëzve sot bajnë padrejtësi, brenda në familje, brenda në shoqëri, në vendin ku jetojnë, edhe ma gjërë. Padrejtësi ndaj prindve, padrejtësi ndaj fëmijëve, padrejtësi ndaj bashortës, padrejtësi edhe ndaj bashortit, padrejtësi ndaj fëmijëve, padrejtësi ndaj shokëve, padrejtësi ndaj rrethit ku jeton, deri te ata më të padrejtit, të cilët ju bëjnë zullum padrejtësi popujve të tyre, e mos të flasim për kriminalët, për gjakpirësit, padrejtësia e të cilëve është në kulm, padrejtësia të cilëve ma vetëm se është e njohur për gjithë botën, për gjithë njerëzimin. Dhe ata e kanë treguar fytyrën e tyre të vërtet, të cilën ndoshta nuk ekzistojnë media, nuk ekzistojnë mënyra, nuk ka njeriu të zgjedhë ndonjë mënyrë se si mund t'i tregosh botës çfarë njerëz të padrejt ekzistojnë në dunja. S'ki mënyrë për mi u tregu mirë, po ata e treguan vetë, e treguan fytyrën e tyre të vërtet, me padrejtësinë e madhe, me mbytjen e grave, me mbytjen e fëmijëve, me mbytjen e pleqve, me gjitha ato masakra para syve të gjithë botës. Deri ku arrin shkalla e padrejtësisë së njeriut,
njeriu me padrejtsinë e tij I akalon edhe kafshëve. Atë që nuk e bajnë egërsirat, e ban krijesa njeri. Allahu Azza wa Jall e ndaloi padrejtsinë në çdo aspekt. Kanë thënë dietarët, a mund të ndodhë që padrejtësia të lejohet në ndonjë rast? A ka ndonjë përjashtim? Padrejtësia nuk lejohet, ama në ndonjë rast, a mund të ndodhë që të lejohet padrejtësia? Padrejtësia nuk lejohet në asnjë rast. Pa përjashtim, a ka përjashtim? Nuk ka përjashtim. Padrejtësia është ndaluar çdo herë. Fala tadhalemu. Mos bani padrejtësi. Kjo është porosia e parë e këtij hadithi, ndërsa Allahu Azza wa Jall na thret përsëri, duke thënë: Ja ibadi, o robërit e mi, kullukum dallun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum. O robërit e mi, ju të gjithë jeni të humbur, përveç atij që une e kam udhëzuar. Kërkoni udhëzim prej meje, unë do t'ju udhëzoj juve. Të gjithë njerëzit janë të humbur. Nëse Allahu Azza wa Jall nuk drejton në rrugën e vërtet, dhe ti vjen në këtë dunja dhe nuk të vinë argumentet për udhëzim, njerëzit do të mbeten në humbje. Allahu është ai I cili I udhëzon njerëzit. Kërkoni udhëzim prej meje. E shihni që në këtë hadith do të vinë edhe kërkesa tjera që njeriu duhet t'i drejtohet Allahut Azza wa Jall. Mirë, po cila është e para? E para e gjitha atyre krijesave, atyre kërkesave që ne duhet t'ia bëjmë Allahut Azza wa Jall, kërkoni udhëzim. A kërkojmë ne prej Allahut? Kërkojmë prej Allahut. Çka kërkojmë prej Allahut? Ne kërkojmë shumë gjëra dhe është në rregull, gjëra që na takojnë, gjëra të lejuara, jo gjëra të ndaluara. Të kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall. Cila është e para? Cila është më e rëndësishmja? Kërkoni udhëzim prej meje. Nga se më të rëndësishme për njeriu se udhëzimi nuk ka. Andaj Allahu Azza wa Jall na urdhëroi, na obligoi në çdo namaz, në çdo rekat të lexojmë, të themi: Ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Na udhëzo o Zot, edhe nëse jemi të udhëzuar, na udhëzo, na e shto udhëzimin dhe na ban të qëndrueshëm në këtë udhëzim. Të kërkojmë udhëzim për Allahut Azza wa Jall, që Allahu të na shton imanin, udhëzimin ton, dhe Allah të na forcon. Sa prej njerëzve kanë qenë të udhëzuar, nuk janë sot. Sa prej njerëzve kanë qenë të pasimit të Kur'anit dhe Sunetit, nuk janë sot. Sa prej njerëzve kanë qenë të namazit, të Kur'anit, nuk janë sot. Ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo o Zot në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Kjo është më e rëndësishmja që ne mund ta kërkojmë dhe që ne duhet ta kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall. E pastaj mund të kërkojmë edhe gjëra tjera. Andaj me bë dua për vete dhe me bë dua për dikant tjetër, për udhëzimin e tij, kjo është prej duave më të mira. Nëse nuk vjen në formën e nënçmimit. Ndodh që dikush bën dua për dikant, Allahu të udhëzoft. Allahu të udhëzoft, kjo është prej duave më të mira. Dhe cili nuk ka nevojë për udhëzim, cili nuk ka nevojë që Allahu ta udhëzon. Nëse bëhet dua Allahu të udhëzoft, mirë, po me qëllimin e mirë, për shtuarjen e udhëzimit, kjo është prej duave më të mira. Mirë, po fatkeqësisht në shumë raste bëhet në formë të nënçmimit. Nga se si kur ti nuk je udhëzuar, si kur ti nuk je në rregull, si kur ti ki ndoshta gabime dhe të meta shumë dhe në fund, Allahu të udhëzoft. Kjo është një formë tjetër, ndërsa me bë dua që Allahu ta udhëzon dikant së pari për vete, që Allahu të na shton udhëzimin, kjo është duaja më e mirë, më e rëndësishme. Fastahduni ahdikum. Kërkoni prej meje udhëzim, unë do t'ju udhëzoj.
E pastaj, çka mund të kërkojmë prej Allahut Azza wa Jall? Tha Allahu Azza wa Jall: "Ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum." O robrit e mi, përveç nga ana e fesë, tash kalon kërkesa edhe nga ana e dunjas. O robrit e mi, ju të gjithë jeni të uritur, përveç ati që une e ushqej. Kërkoni prej meje ushqim, une do t'ju jap juve. Kërkoni rizk prej Allahut Azza wa Jall, kërkoni furnizim halal nga Allahu Azza wa Jall. Të gjithë ju jeni të uritur. Para mendoje, nëse Allahu nuk të jep çdo gjë që e sheh para vetes dhe çdo gjë që ekziston, çdo bereqet është nga Allahu Azza wa Jall. Llogaritë nëse ai bereqet mungon, ku do të merr njeriu? Ku do të gjejë njeriu ndonjë gjë për ushqim? Të gjithë ju jeni të uritur, s'ka me ngran. Allahu Azza wa Jall në një prej ajeteve thot: "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Tokën, a e ke pa tokën? Bin bereqetet. Ti çka ke bë? E ke fut farën në tokë. Kush i nxjerri bereqetet? A ju i nxjerrët bereqetet apo Allahu? A keni pa ujin? A keni pa ujin që ju e pini? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? A ju jeni që zbritni ujin, shiun, apo Allahu? Llogarit nëse Allahu nuk lëshon bereqete dhe nuk jep ujë, ku do të merr njeriu dikun tjetër? Kërko prej Allahut Azza wa Jall rizq halal, megjithse Allahu Azza wa Jall këto gjëra të nevojshme, të shumta, por njeriu i ka bë mjaftueshëm dhe tepër që njeriu të ketë në jetën e tij. Çka ka në dunja më shumë? Më shumë ka tokë dhe bereqete, apo më shumë ka ujë? Çka ka në dunja më shumë? Më shumë ka ujë. Për çfarë arsye? Nga se nevoja e njeriut për ujë është më e madhe se për ushqim. E a ka ndonjë gjë më shumë se uji? A ka ndonjë gjë më të nevojshme për njeriu se uji? Ajri, frymarrja. Çka ka më shumë në dunja? Ajr, që ti me marr frym apo ujë? Dhe çdo gjë që është më se e nevojshme për njeriu, Allahu e ka dhënë edhe më shumë. Dhe atë pa pagesë fare. Llogaritë, para mendoje sa kanë hyrë sot çmimet dhe e sheh njerëzit në përgjithësi sa i kanë ngrit çmimet. Mirë, po ato gjërat më të nevojshme, pa të cilat njeriu nuk mundet, Allahu i ka bë fal. Allah i ka bë gratis dhe ti merr frym pa pare. Dhe ti merr frym gratis pa pagesë. Llogarit sikur një gjë e tillë të jetë në duart e njerëzve dhe tash në kohë të krizave njerëz i ngritin çmimet. Sa duhet me punu ti për me pas mundësi me marr frym? Sa punon ti sot për frymën që e merr? Dhe në fund ta kesh dert vazhdimisht edhe sa frymarrje i ki, edhe 1.000, edhe 2.000, edhe 3.000. Puno ma shumë nga se duhet investim për të jetuar. E gjithë kjo është fal nga mirësia Allahut Azza wa Jall dhe risku në përgjithësi. Allahu është ai i cili ju ushqen. Ju të gjithë jeni të uritur, Allahu ju ushqen. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall: "Ya ibadi, kullukum 'arin illa men kasautu fastaksuni aksukum." O robrit e mi, ju të gjithë jeni të zhveshur. Kërë në dunja i zhveshur, mos me dëdhan Allahu Azza wa Jall, mbetesh i tillë për gjithmonë. Kush është ai? Kërkoni nga Allahu Azza wa Jall. Së pari kërko udhëzim, kërko iman, kërko din. Pastaj nga ana e dunjas kërko ushqim, kërko veshmbathje, kërko gjërat elementare halal që i takojnë njeriu. Pastaj Allahu Azza wa Jall na drejtohet të gjithëve për gabimet tona.
Me gjithë se Allahu Azza wa Jall është ai i cili na udhëzon, me gjithë se Allahu Azza wa Jall është ai i cili na furnizon, me gjithë se Allahu është ai i cili na jep mundësi që të hajmë, të pijmë, të vishemi, të shfrytëzojmë çdo të mirë të kësaj dunjaje, megjithatë ne jemi gabimtar. Ne përsëri ndaj Allahut jemi gjunahqar. Allahu Azza wa Jall tha: "Ja ibadi, o robrit e mi." Dhe kjo thirrje është thirrje që ne të afrohemi, që ne të kthehemi, që ne të pendohemi. O robrit e mi, innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. O robrit e mi, ju bani gjunahe natën edhe ditën, ndërsa unë jam ai që u afali gjitha gjunahet. Kërkoni falje për gjunahet e juaja, unë do t'u afali. Ju të gjithë bani gjunahe natën edhe ditën. A bajmë ne gjunahe? A ka dikush i cili nuk është gabimtar? A ka dikush i cili nuk është gjunahqar? Ai i cili nuk ka pas gjunahe ka vdekur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është varosur dhe me te është varosur edhe pagabueshmëria. Të tjerët pas tij të gjithë bajmë gjunahe. Dikush më shumë edhe dikush më pak. Dikush të vogla, dikush të mëdhaja. Dikush ditën, dikush natën. Bile dikush nga dietarët thotë, për çfarë arsye Allahu Azza wa Jall e ka përmendur që ju bani gjunahe natën edhe ditën. Së pari ka thënë natën, pastaj ditën. Për çfarë arsye së pari natën? Sipas këtij dietari në komentin e këtij hadithi thot, nga se më shumë gjunahet bëhen natën, e pastaj më pak ditën. Mirë, po unë ndoshta do të kisha thënë ndryshe. Gjunahet sot më shumë bëhen ditën. Ndoshta ai flet për kohën e tij që atëherë gjunahet më shumë janë bën natën, e ditën njerëz janë ruajt dhe nuk kanë dalë publikisht me gjunahet e tyre. Ama sot më shumë gjunahet bëhen ditën. Ditën sot ti mund t'i gjesh gjitha gjunahet. Sa lakuritësia, e sa harami, e sa pirja alkoolit, e sa muzika, e sa koncerte, e sa lloj harami që ti sot mundesh me pa me sy ditën. Dhe njerëzit nuk fshihen, dhe njerëzit nuk turprohen, dhe nuk ka nevojë që ti mbulon errësira e natës që mos duken, nga se nuk kanë turp fare. Gjunahet më shumë bëhen ditën. Mirë, po në hadith është përmendur natën, pastaj ditën. Do të kisha thënë në kuptimin e kësaj fjale natën, nga se natën bëjnë gjunahe dhe ata të cilët nuk bëjnë gjunahe ditën. Ditën një kategori e njerëzve bëjnë gjunahe, nuk e kanë gajle, se kanë dert që i shojnë tjerët, ama nata është përpara. Për çfarë arsye? Nga se natën bëjnë gjunahe edhe ata, ama natën bëjnë gjunahe edhe këta. Kush janë këta? Këta që nuk bëjnë gjunahe haptas. Këta që ndoshta gjunahet e tyre nuk i di askush, ama natën kur i mbulon errësira, kur i mbulon çdo gjë, kur nuk i sheh askush pos Allahut Azza wa Jall, atëherë edhe ata, dhe jo të gjithë, edhe ata i bajnë gjunah Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot: o robrit e mi, ju jeni ata që bajni gjunah natën edhe ditën. Mirë, po unë jam ai i cili u afali gjitha gjunahet. Subhanallah, elhamdulillah. Ky është rahmeti Allahut Azza wa Jall. Ju bajni gjunahe vazhdimisht dhe ne jemi dëshmitar të gjunaheve tona. Ju bajni gjunahe. Allahu i di gjitha të meta tona, mangësi tona, gjunahe tona, ani se ndoshta nuk i di njerëzit.
Allahu është ai i cili u afal juve gjunahet. Mirë po, kërkoni falje të Allahu. Çka don njeriu më shumë? A bajni gjunahe? Po. A keni bo? Po. A jemi dëshmitar? Po. Kemi gabuar? Po. Kërko falje. Dera është e hapur, kërko falje, nga se Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. A ka ndonjë gjuna që Allahu nuk e fal? Tha Allahu azza wa jall, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal me i bë shirk ati, me i bë shok. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Përveç shirkut i afal kujt don. A e fal Allahu shirkun ndonjëherë? Po, edhe shirkun e fal. Kur njeriu kërkon falje, kërko falje të Allahu, Allahu i fal gjitha gjunahet, edhe gjunahet e vogla, edhe gjunahet e mëdhaja, po edhe shirkun. Kur? Nëse njeriu pendohet prej tij. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robrit e mi, të cilët i keni kaluar kufit me gjunahen dhe Allahut azza wa jall. La taqnatu min rahmatillah. Mos i humni shpresat nga rahmeti Allahut azza wa jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Kërko falje të Allahu azza wa jall. Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Pastaj Allahu azza wa jall na drejtohet duke thënë: Ja ibadi, o robrit e mi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. O robrit e mi, ju nuk keni mundësi me arrit domin që me mba dam mua, apo me arrit dobin që me mba dobi mua. Që mos mendon njeriu se ndoshta do t'i nështrohet Allahut, do të pendohet Allahu, do të udhëzohet ndaj Allahut. Allahu azza wa jall nuk ka nevojë për asgjë për gjitha këtyre. Tha Allahu azza wa jall: Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zade dhalika fi mulki shay'a. O robrit e mi, nëse të gjithë ju, prej të parit deri te i fundit, njerëzit edhe gjinët, të gjithë bahen në zemrën e njeriut më të mirë, më të devotshëm. Para mendoje, të gjithë njerëzit, prej Ademit a.s. deri në ditën e Kiametit, edhe gjinët së bashku, të jenë me zemrën e njeriut më të mirë. Krejt musliman të mirë u ban, krejt. Të gjithë falen, të gjithë agjerojnë, të gjithë japin zekat, shkojnë në haxh, bëjnë punë të mira, gjitha ibadetet. Dhe gjithashtu nuk bëjnë harame, nuk bëjnë gjunahe, largohen e kështu me radhë. Të gjithë njerëzit, nëse i shenë në këtë mënyrë, Allahut azza wa jall nuk i ashton sundimin asgjë. Dhe gjithashtu, ja ibadi, o robrit e mi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, o robrit e mi, sikur të gjithë njerëzit, nga i pari deri te i fundit, gjithë njerëzit dhe gjithë gjinët, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Po edhe ana tjetër, krejt njerëzit më u bë në zemrën e njeriut më të keq, edhe krejt gjinët më u bë të tillë. Nga të shohësh njerëz të gjithë në shkallën më të keqe të tyre, as iman, as islam, as namaz, as ibadet, harame, gjunahe, krime, e kështu me radhë, krejt dunjaja, nuk ja pakson sundimin Allahut azza wa jall asgjë. Atë që e ban njeriu e ban për vetveten. Njeriu ibadetet që i ban për vetveten.
largimin nga gabimet, nga haramet për vetveten, Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë as për ibadetet tona e as për kthimin ton te Allahu Azza wa Jall. Një gjë e tillë nuk i ashton sundimin Allahut Azza wa Jall deri në atë shkallë sa që Allahu Azza wa Jall tha: "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Edhe sikur të gjithë njerëzit, nga i pari deri te i fundit, edhe njerëzit, edhe gjinët, të bohen në një vend të hapur. Para mendoj një vend të hapur ku janë të buar miliarda e miliarda njerëz, miliarda e miliarda gjin, dhe të gjithë i kanë ngritur duar. Feseluni, dhe të gjithë më kërkojnë mua, krejt njerëzimi i kanë ngritur duart dhe kërkojnë nga Allahu Azza wa Jall. Fa a'taytu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Krejt njerëzimi me kërkua nga Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu thot, dhe t'ja jap une se cilit një nga një. Çka don ti këte, Allahu ja jap. Dhe ti këte, Allahu ja jap. Dhe ti dhe gjithve Allahu a plotson nevojat dhe dëshirat e tyre. A i keni marrë gjitha? I keni marrë. Nëse Allahu a jap krejtve, thot nuk e pakson nga sundimi Allahut Azza wa Jall, aq sa e pakson me fut një gjilpar në deti, sa e pakson ujin. Subhanallah, sa e pakson një gjilpar ujin e detit, aq ka mundësi që ta pakson sundimin dhe furnizimin e Allahut Azza wa Jall, nëse Allahu ju përgjigjet të gjithve. Në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dora Allahut Azza wa Jall është plot, jep shumë. Para mendojeni sa ju ka dhënë Allahu Azza wa Jall njerëzve nga krijimi i tyre. Sa është furnizimi Allahut Azza wa Jall. Para mendojeni prej Ademit alayhis salam dhe pasardhësit me radhë deri sot, sa i ka furnizuar Allahu Azza wa Jall. Furnizimi Allahut është i madh. Allahut nuk i paksohet sundimi, nuk i paksohet furnizimi. Gjitha këto janë në të mirën e njeriut dhe për njeriun. Dhe në fund të këtij hadithi Allahu Azza wa Jall tha: "Ya ibadi", dhe kësaj njeriu duhet i kushton vëmendje shumë. Pas gjitha këtyre porosive, a i more porosit nga Allahu Azza wa Jall, a i dëgjove fjalët e mëdhaja, a i ruajte ato në memorje, në mendje, në zemrën tënde, po mbaje mend këte për fund: "Ya ibadi", o robrit e mi, "innama hiya a'malukum", të gjitha këto janë veprat e juaja. Krejt çka ban ti, ato janë të juaja. "Uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha", un u ruaj ato, un u regjistroj ato, e pastaj do t'ju shpërblej për to. Gjitha këto janë veprat e juaja. Para mendoje, ti ndoshta ke haruar çka ke bati në jetën tënde. Para 2 viteve, para 3 viteve, para 5 viteve, para 10 viteve, atë kujtohet. Ndonjë gjë të kujtohet, ndonjë gjë nuk të kujtohet. Çdo gjë është e regjistruar. Allahu Azza wa Jall i ka regjistruar veprat tona. Këto janë veprat e juaja, janë të regjistruara. Në fund, për ato do të shpërbleheni. Njeriu do ta merr librin e tij në ditën e gjykimit. Ikra kitabek, lexoje librin tënd, libri yt para vetes tënde. Çka ka në te? Çdo gjë që ti e ke bën në dunja, këto janë veprat e juaja. Allahu Azza wa Jall u ka regjistruar. Ma li hadha al-kitab,
Çka është ky libër? Njeriu do ta merr librin e vet, do t'i sheh gjitha ato gjëra që i ka vepruar në dunja. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nuk paskalon asnjë gjë të vogël apo të madhe përveç se e paska regjistruar. Këto janë veprat e juaja të regjistruara, do të shpërbleheni për ato. Çka do të ndodh? Tha Allahu azza wa jall, faman wajada khayran falyahmadillah. Ai i cili do të gjen hajr, le të thot elhamdulillah. Ai i cili librin e tij, fletoren e tij e ka të mbushur me vepra të mira, kur do del para Allahut azza wa jall, kur ta sheh gjithat mirësi, gjithat hajr. Çka ka bë ky njeri në dunja? Ky është fal 30 vite, 40 vite, 50 vite, edhe më shumë. Ka agjëruar 30, 40 Ramazana, ka bë ibadete, ka lexu Kur'an, ka bë dhikr, e kështu me radhë. Ka dhënë zakat, ka dhënë sadaka, e kështu me radhë. Kur t'i sheh gjitha ato të mira, le ta falenderon Allahun azza wa jall. Po nëse ndodh ndryshe, waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. E kush gjen diçka tjetër pos hajrit, çka do të gjen? Do ta gjen sherrin, do ta gjen dënimin, kur ta sheh librin e tij të ngarkuar me gjitha ato gjëra që Allahu azza wa jall e ka hidhruar. Ai i cili do të gjen ndryshe, po ato janë veprat e tij, atëherë fala yalumanna illa nafsa. Mos ta fajson askand përveç vetvetes. Kush është fajtori? Fajtori më i madh është vetja e tij. Ai është i cili i ka vepruar, ai është i cili ka jetuar në ato vepra, në ato gjunahe ndë Allahut azza wa jall, të cilat janë të regjistruara në librin e tij. Pra ky është një hadith i madh, është hadith madhështor, është hadith i rëndësishëm, i cili neve na shton imanin, na shton diturinë, na shton dashurinë ndë Allahut azza wa jall, dhe në fund na ban që ne të ndikohemi dhe të nxitojmë në vepra të mira ndë Allahut, të pendohemi, të largohemi nga gjunahet ndë Allahut azza wa jall, me shpresë që të dalim para Allahut faqebardh dhe ta gjejmë librin ton, i cili është i ngarkuar dhe i randuar me vepra të mira, duke u penduar nga gjitha ato gjunahe, nga veprat tona të këqija. Pra ky hadith është hadithi i radhës i joni, të cilin e nxjerr në sahihun e tij Imam Muslimi rahimullah. Ne elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Allahu azza wa jall të na ban prej atyre që i dëgjojmë fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i mësojmë fjalët e tij, i praktikojmë fjalët e tij. E Allahu të na mundson të pim nga haudi i tij, nga dora e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Allahu të na bashkon me të në xhenetin e tij, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberët, me sahabët, me muslimanët e mirë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.